Zgjedhja e dhuratave të Krishtlindjeve kërkon kohën e vet dhe ky mund të ishte momenti më i mirë për të kënaqur shijet tuaja apo të njerëzve që ju rrethojnë. Bijut janë një zgjedhje që rrallë gabon, aq më tepër nëse ato kombinohen në set për ta kompletuar dhuratën. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Muaji i ndërimit të viteve është i duhuri edhe për të kënaqur dëshirat e secilit. Pas një viti të gjatë pune e lodhjeje, pak vlerësim për veten nuk bën asnjëherë keq. Dëshira ime më tepër është të bëj dhurata se sa të marr. Kështu që megjithëse sot e fillova nga vetja. Pastaj në ditët në vazhdim kam edhe për të tjerët për të menduar për dhurata. Dhe me këtë ulje 20% tash me rastin e festave janë shumë e leverdi. Për të pavendosurit, sugjerimet mund të jenë këto. Ky dyqan i Sandra Felinit këtu te ETC ka 20% ulje në çdo artikull, edhe çmimet janë shumë të arsyeshme, pse jo një orë, një unaz, një bërzylyk. Në rast të kundërt mund të marrin një çantë, një shall. Për disa të tjerë, nata e Krishtlindjeve është momenti më i rëndësishëm i vitit. E në këtë rast duhet gjetur veshja e duhur, të përshtatet stilit personal, por edhe të qëndrojë në modë. Variantet janë disa dhe jo domosdoshmërisht të kuqe. Për ato femra që e duan me patjetër këtë simbol të festës, ndihmojnë aksesorët. Është dhe vetë festa që e do të kuqen. Pastaj është edhe e zeza, sigurisht, që është hynte elegantja, origjinale, lëkura e dhelprës, edhe kemi dhe peliçen që mund t'i vishet edhe të kuqes, edhe të zezës, sigurisht, është lëkur lepuri, palto kashmir, me peliçe, sipër, dhe sigurisht që kjo është jashtëmase në modë për këtë vit. Megjithatë, jashtë kësaj atmosfere nuk mbeten as ata që do i kalojnë festat pranë familjes. Dhjetori është një muaj i favorshëm për të plotësuar garderobën, duke përfituar nga uljet e çmimeve dhe shoqërimi i blerjeve me dhurata.